Pas 48 orëve debat, sot Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ka miratuar propozim buxhetin, të cilin e mbështetën 71 deputet, ndërsa e kundërshtuan 14. Të dhënat flasin se buxheti për vitin 2026 do të jetë 6,78 miliardë euro, sipas projeksioneve të tij. Rritje bruto prodhimit vendor pritet të jetë 3,8%, kurse inflacioni 2,5%. Ndërkaq në vitin e ardhshëm deficiti buxhetor do të vazhdojë të ulet, borxhi publik do të stabilizohet. Sipas opozitës, buxheti i vitit të ardhshëm përmban projekcione jo reale dhe shërben vetëm për përfitime të pikëve politike. Ministria e Financave Gordana Dimitrievska-Koçovska thotë se buxheti është përgatitur me vizion të qartë dhe me qasje të përgjithshme ndaj financave publike dhe me qëllim që çdo denar i parave publike të destinohet aty ku do të sjellë kthimin më të madh për qytetarët. Buxheti për vitin 2026 është përgatitur në bazë të rezultateve të arritura ekonomike dhe pritshmëritë për vazhdimin e trendeve pozitive. Morën parasysh realitetin në projeksione, ekonominë dhe efektivitetin në planifikim, me qëllim që të sigurojmë zhvillim të qëndrueshëm, funksionim të rregullt të institucioneve dhe pagesë në kohë të gjitha detyrimeve. Ky buxhet nuk është vetëm dokument me tabela dhe numra, është mesazh ekonomik, stabiliteti, besimi dhe zhvillimi. Gjatë debatit për miratimin e këtij buxheti, nga 200 amendamentet e dorëzuara u pranuan vetëm 6. Në mesin e projekteve që fiton para nga këto amendamente është edhe ndërtimi dhe rikonstruimi i sallës sportive në shkollën fillore Goce Delçev në Gostivar.